Mund të kemi dëgjuar edhe personalisht për raste kur njerëzit e këtij vendi, natyrisht si shumica njerëzve që shpenzojnë më shumë se sa që kanë të hyra, atë hapësirë duhet ta mbulojnë në një farforme dhe kredia është ajo që është ndoshta shpëtimtarja më e lehtë, më shpejt në rast. Por për të mbuluar borxhin më pas duhet futen në një kredi tjetër më të madhe. Çka do të thënë kjo për ekonominë e një vendi të vogël sikur Kosova? Tash që prapë po them është shumë normale në një vend me një treg të lirë dhe në një vend që ka orientim kapitalist që me la borxh me borxh. Mirë po, gjithmonë duhet me mendu borxhi që po e krijojmë për shkak se po shpenzojmë një para të huaj, një para të marrë a është një borxh cili po krijon një vlerë shtesë, apo është një zgjidhje e një problemi që ndërlidhet më shumë me konsumin, me mbijetesën dhe me faktin që në një periudhë afatshkurtër ne duhet me bëj zgjidhje, që nuk mund të presim një vit, 2 vite, 3 vite të stabilizohen çmimet ose që të rriten të hyrat e kështu me radhë. Pra duhet me pas shumë kujdes këtë borxhin që po e krijojmë nga huamarrja, të mos jetë një barë e papërballueshme për neve dhe gjeneratat e tjera më vonë. Pra kjo duhet më pa me sy kritik që mos mendojmë vetëm të bëjmë një zgjidhje afatshkurtër sa për le të themi sa për hatër të zgjidhjes se me kry punë, mirë po le të jemi pak më vizionare dhe të mundohemi që këto zgjidhje me qenë më të qëndrueshme edhe më të përballueshme edhe pas ditës së sotme. Qysh me e bë? Po, fillimisht Lorek është për fat të keq është shumë vështirë që sot me mbjetu me një pagë një familje. Ka edhe familje që kanë nga 2 paga dhe goxha zor e kanë për mja dalë, veçanërisht në zona urbane ku çmimet kanë fluturuar. Pastaj të mos flasim për familje që janë në skema sociale ku paga për ta vazhdon me qenë hala pjesa ëndrave të tyre në pamundësi për me u krysh në tregun e punës. Nuk mundemi me bërë një zgjidhje ad hoc as si familjar, as si shoqëri, as si shtet.